për Shqipëria ka nevojë për udhëheqjen e Partisë Socialiste, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Pasi nderoi gjeneratën e parë të themeluesve të Partisë Socialiste në Lezhë në 35 vjetorin e partisë, kryetari dhe kryeministri Edi Rama hoqi vija të kuqe se ku ndahet kjo forcë politike nga rivalet e saj. Njerëzillëku që ndan qartë Partinë Socialiste me forcat e tjera politike. Dhe është njerëzillëku që shqiptarët e ndjejnë më shumë dhe më kollaj se çdo gjë tjetër përtejt gjitha problemeve, shifrave, dhënave e tjerë, që i sjell ata gjithmonë më shumë pranë Partisë Socialiste. Nuk ka lënë gjë pa thënë për familjen time, për njerëzit e mi, për fëmijët e mi, për të vdekurit në shtëpinë time, po kur s'keni dëgjuar as do dëgjoni që unë të flas për familjet e tij dhe të tyre e për të vdekurit e shtëpive të tyre, sepse kjo nuk është europiane. Sepse kjo nuk është qytetare, sepse kjo nuk është njerëzore. Kryesocialisti bëri një retrospektiv të ecërisë politike të Partisë Socialiste, prej kur u burgos ish lideri historik Fatosnano, kur e akuzuan se i shërbente Miloševićit, apo atëherë kur zgjedhjet e 26 majit 96 u kontrolluan nga shkopat e Gomës, me të cilët rrahën barbarisht përfaqësuesit e opozitës socialiste. Vetëm Partia Socialiste qysh në krye të herës nuk ka lëvizur asnjëherë, asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Pikërisht ata që rrihnin gjoksin ditën dhe gjuanin me gur Partinë Socialiste, natën thyenin embargon e botës demokratike ndaj Slobodan Miloševićit dhe furnizonin me naftë makinerinë e tij të pastrimit etnik. Qysh në krye të herës dhe sot e gjithë ditën është një forcë politike që ka mishëruar qytetarinë europiane dhe jo hakmarrjen primitive. Është një forcë politike që ka mishëruar vullnetin për të ndërtuar dhe jo instiktin për të shkatruar. Erdhi në qeveri mbi gërmadhat e një Shqipërie të shkatruar totalisht në ditën kur kryetari i vet doli nga burgu dhe nuk thiri kurrë për hakmarrje. Nuk përdori kurrë pushtetin e Partisë Socialiste për të paguar mbrapsht me të njëjtën monedhë atë dhe ata që e futën në burg. Kryeministri veçoi se reforma në drejtësi është kulmi i të gjithë shembujve që dallojnë Partinë Socialiste përballë forcave politike, të cilat mbjellin dhunë, urrëtie e hakmarrje. Rama u kërkon socialistëve të ndihen krenar për familjen e tyre politike, ku përfaqësojnë Shqipërinë e qytetëruar dhe ku çdo individ bëhet pjesë e kontributit të madh për ta çuar flamurin e Gjergj Kastriot Skënderbeut në oborrin e Bashkimit Evropian.